Pse ende vlen nuk zgjodhi lider? Sepse lider ka ose nuk ka e ai nuk zgjidhet. Me siguri kjo do ishte përgjigjja e shkurtë e pyetjes nga titulli, por opinioni meriton një analizë më të gjatë për krejt arsyet dhe sqarimin se çka ndodhi dhe po ndodh në koalicionin qeveritar shqiptar të partive politike në Maqedoni. Procesi i shkrirjes në një parti i 4 ose 5 organizimeve politike, që mandej u bën 6, ishte paralajmëruar më herët se gjendja faktike e këtij bashkëpunimi të shkëlqyeshëm politik në siglën vlen. Opinionit i kujtohet se në fillim të krizës së madhe me rastin e ndërimit taraf të Arben Taravarit, njëri lider i Vlenit, Izet Mexhiti, deklaroi se ne nuk jemi prej dje në politik dhe andaj e kemi përshpejtuar procesin e bërjes një parti të Vlenit. Me këtë deklarat, saktë u identifikua qëllimi i vërtet i transferimit të Taravarit në krahun dhe tarafin tjetër, se është për përçarje dhe shpërtallimin e Vlen dhe jo vetëm për qëllime elektorale e fitore në komunën e Vrapçishtit ose Gostivarit. Por, si në rastin e shërimit të sëmundjeve, nuk mjafton të gjendet diagnoza dhe terapia, por duhet gjetur edhe koha e intervali i sëmundjes, si dhe shërimit dhe ilaçeve. Vlen, si qytet, ka pas bashkëpunim të shkëlqyeshëm, madje edhe koordinim për zgjedhje, për marrëdhënie me publikun, bile edhe në komisionin kadrovik. Por, si duket, kanë qenë larg shkrirjes në një subjekt politik. Një prej veçorive që e ka karakterizuar themelimin dhe mandej edhe bashkëveprimin e Vlen ka qenë shtimi i vazhdueshëm i radhave të veta dhe inkluzioni. Kjo veçori, sikur u ngadalsua përgjatë zgjedhjeve lokale dhe ashtu patëm raste të kandidaturave të pavarura shqiptare me numër të votave respektabile në Kërçov, Gostivar e Dibër. Me pak mund dhe sakrificë, ato do ishin krejt Vlen, kurse mas zgjedhjeve, ky proces inkluzioni përfundimisht u ndërprej dhe tani mund bile të nis procesi kundërt i ekskluzionit, pasi si çdo proces në natyrë, ashtu edhe në politik, nëse nuk shkon ka shtimi, shkon ka paksimi. Prej krejt deklaratave dhe përpjekjeve të Vlen për unifikimin e Vlen, vërehet se ka pas tendenca të keq kuptimit, të presionit dhe kërkesës publike ashiqare për veprimin, unifikimin dhe koordinimin e Vlen, karshi palë e tjera. Duket se në Vlen brenda këtë kërkesë, nevojë, dëshirë, dashamirëse të publikut e kanë kuptuar si një presion se duhet të jenë një parti dhe një organizim politik i vetëm. Por kjo ka qenë një keq kuptim, sepse kjo kërkesë më shumë ka qenë për koordinim të veprimit, negociimit dhe përfaqësimit politik. Pra, në Vlen kanë keq kuptuar se u kërkohet të jenë vetëm një parti, një kryetar. Ndërkohë, kërkesa, po edhe presioni ka qenë që të jenë në një anë, një adres dhe një palë e përfaqësimit, brenda dhe jashtë vendit, që shumë lehtë do mund të rregullohej me forma të ndryshme të cilësimit të koordinimit ekipor, udhëheqës, kapiten, drejtues e të tjera. Krerët dhe strukturat e Vlen sikur keq kuptuan kërkesën dhe presionin publik për koordinim të tyre, ashtu duket se nuk vepruan sipas nën kuptimit të asaj tendence politike. Mund të keq kuptojnë analizat dhe fjalët e shkurta që mund t'i bëjmë, prandaj do e lëm për më gjatë dhe për analizat të radhës. Miropafshim.